Në Velipoj, tani kur është edhe piku i sezonit turistik, duket se pushuesit janë të kënaqur me ato çfarë ofron kjo pikë turistike, më kryesorja e veriut të Shqipërisë. Në Velipoj përllogariten se çdo ditë janë mbi 50.000 pushues, ndërkohë që fundjava ka shifra të ndryshme nga 80 deri në 100.000. Star Plus ka intervistuar nga afër pushuesit në plazhin e Velipojës, të cilët shprehen të kënaqur me ato çfarë ofrohet, ndërkohë që janë shprehur se do të rikthehen sërish në këtë plazh në veri të Shqipërisë. Unë prej vitit 2002 vin Velipoj, prej vitit 2002 vi vazhdimisht vi. E di në momentin ku kom ardhur, mezi e kom pasur një banesë larg që atje kurse tash ti domthon s'ka probleme banesa mundesh me gjet lirisht. Po domthon edhe infrastruktura është rregulluar, zalli pastrohet në një rregullt. A do ta zgjidhni prap Velipojën vitin tjetër? Ma mërmanja si po. Po se më ka pëlqyer vani mirë hera parë, se vi është mirë, nuk është keq. Ja, 3 vite. Do ta zgjidhni prap Velipojën? Ma mërmanja që po. Mas me pa koni kënaqur se shartë për Kosovë këto me për shumë. Ta shikojmë kismet. 3 vjetë që vi këtu. Edhe sa të gjallë këtu vi, Velipoj. Plazhi i Velipojës është një nga më të preferuarit, jo vetëm për pushuesit shkodran, por edhe për ata të qyteteve të tjera të Shqipërisë apo edhe nga vendet fshinje. Ky plazh shtrihet në jug-perëndim të qytetit të Shkodrës, rreth 30 km larg tij. Uji i kulluar, baticat dhe zbaticat, laguna e Vilunit, rezervati i Gjuetisë ofrojnë bukuri mahnitse. Në këtë plazh lahesh, shëtit me varg, zë peshk si qefull e levrek.